Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës. Ja ku po vazhdojmë të ritakohemi ditën e sotme në kanalin Monitor TV. Fillimisht njëherë dua t'ju përshëndes dhe dua t'ju uroj një ditë të bukur, një ditë me energji pozitive dhe një ditë që të jetë në favorin tuaj, ëh? Domethënë ne gjithmonë jemi të lumtur kur ditët janë më së shumti në favorin tonë. Sot do të flasim në këtë minutazh të parë, në këtë video përmbledhëse të parë, do të flasim për çiftin Briteo. Brikena dhe Mateo, një dyshe që në fakt për muaj të tëra mbajnë mbërthyer për ekrani të gjithë publikun shqiptar, mbajnë mbërthyer për ekrani të gjithë ato njerëz të cilët i deshtën, i duartrokitën, u lidhen pas tyre, u pasionuan pas tyre dhe u bën aq shumë, domethënë shpirtërisht me to, sa që ne mendonim në të vërtetë se çfarë po ndodh me këtë dyshe. Ka patur shumë hamencime. Ka patur hamencime të tipit të ndarjes, ka patur hamencime të tipit të një marrëdhënie shkatruar, ka patur hamencime të tipit të çift i dështuar, çift mashtruesish, janë një çift që luftojnë për klikime etj etj. Por nga Brikena në Shizon Top dhe nga intervista e Brikenës me motrën e Mateos, tani po që se ne të vrasim mendjen dhe të kuptojmë përtej saj që thuhet, domethënë ne duam të kuptojmë përtej saj që thuhet, ka shumë pika që e kuptojmë këtë marrëdhënie, e shohim këtë marrëdhënie dhe e vlerësojmë këtë marrëdhënie, ëh? Natën e mbrëmshme në fakt më tërhoqi një fjalë e Brikenës që tha: "Me Mateon kam patur shumë më shumë momente të bukura se momente të rënda, momente të vështira." Nuk dua ta besoj dhe nuk e besoj që fotoja me zemër të thyer që Brikena nxori në Instagramin e saj ishte një foto që asoconte për një ndarje me Mateon. Unë jam i bindur dhe gjithmonë kam qenë i bindur, domethënë ato të cilët kanë qenë ndjekës të mi të rregullt në komentime që unë bëj në fakt rreth showbizit, rreth artistëve shqiptar, rreth përditshmërisë së tyre, rreth marrëdhënies së tyre, kanë arritur ta kuptojnë në të vërtetë që unë në asnjëherë nuk kam thënë që çifti është ndarë ose çifti këtë gjën e bën për klikime. Edhe kur e kam përmend këtë faktin e bën për klikime, kam qenë pak në pikpyetje sepse duke njohur seriozitetin e Mateos dhe duke njohur seriozitetin e Brikenës, domethënë ishte një diçka që gjithmonë më mbante peng, që i thoja vetes që këtu nuk ka gjëra për klikime, këtu ka gjëra vetëm të vërteta. Brikena dhe Mateo respektojnë statusin e tyre në punë, e kam thënë që ne nuk mund të bazohemi dhe të asociojmë në një ndarje në qoftë se Brikena në këtë emision nuk e shikon Mateo në fytyrë, ajo nuk është aty për të bërë skenare dashurie, ajo është aty për të udhëhequr një emision, për të qenë në Top Arena dhe për të qenë në fokus, për të qenë në qendër të vëmendjes dhe kështu që unë shoh një Brikena e cila në thelb, domethënë ka një dashuri të vërtetë, shoh një çift që e duan pafund njëri tjetrin, shoh një çift që e respektojnë pafund njëri tjetrin dhe punojnë, realisht punojnë që të investojnë tek suksesi dhe tek fama e njëri tjetrit. Domethënë shoh një Brikena dhe një Mateo që në të vërtetë janë një dyshe që kanë një afeksion të jashtëzakonshëm. Marrëdhënia e tyre, tashmë e konfirmuar edhe nga Brikena, gjithmonë ka qenë marrëdhënie e mirë, gjithmonë ka qenë marrëdhënie pozitive, gjithmonë ka qenë marrëdhënie me energji të bukur, me energji të këndshme, ka qenë një marrëdhënie që i ka dhuruar pozitivitet të gjithë gjës së tyre. Domethënë nuk ka patur kurrë ndarje, nuk ka patur kurrë shkatrime, ashtu domethënë siç përfliteshte që Brikena është ndarë nga Mateo, Brikena është larguar me Mateon, Brikena ka bërë përçarje me Mateon dhe kjo në fakt e tregon atë energjinë që Brikena ka dhe po jep. Jo, Brikena nuk ka bërë asnjë gjë. Brikena është shumë në rregull me dashurinë e jetës së saj.
nga mimikat unë e kam kuptuar, unë gjithmonë i kam folë mimikat, ju e dini, unë e kam thënë që Mateo dhe Brikena kanë mimika në studio, kanë lëvizje në studio, kanë shikime në studio, i dhurojnë emocione njëri tjetrit dhe kjo tregon që raporti i tyre është raport shumë i bukur. Dhe më thënë janë të kota, më besoni janë të kota, të gjitha ato fjalë që fliten për këtë çift dhe të gjitha ato mendime që asocohen te ky çift. Po gjithsesi është më se normale, jo të gjithë e kuptojnë marrëdhënien dhe jo të gjithë dinë ta vlerësojnë marrëdhënien. Çifti është në rregull, marrëdhënia është në rregull, gjërat janë në qendër të vëmendjes, do me thënë ato vazhdojnë që të jenë pjesë e Top Arenës. Në Top Arena, pa marrë parasysh që Brikena në Shizon Top shpreh emocione për Mateon, shpreh falenderime, shpreh ndjesi, shpreh dashuri. Në Top Arena janë po të njëjta qëndrime, do me thënë mua më pëlqen Brikena, sepse mban po të njëjta qëndrime, dhe kjo tregon në fakt një seriozitet në punën e saj, në përditshmërinë e saj dhe në jetën e saj. Do me thënë është Brikena në të gjitha dimensionet e veta, është Brikena në të gjitha të mirat e veta dhe është Brikena që lufton për të bërë më të bukurën për dashurinë e saj. Do me thënë, çifti në asnjë mënyrë nuk ka patur ndarje, në asnjë mënyrë nuk ka patur divorce, por gjithmonë ka qenë në pjedestalet më të larta të dashurisë dhe e kanë jetuar momentin sidoqoftë që ai moment ka ardhur. Do me thënë e kanë shijuar momentin e tyre. Është shumë interesante kjo puna e dashurisë. Sinqerisht është shumë interesante dhe është shumë e bukur. Unë i uroj të gjitha të mirat këtij çifti. Shpresoj me zemër që Zoti t'i bekoj, shpresoj me zemër që Zoti ti madhëroj, ashtu siç ato të dy e duan njëri tjetrin. Do me thënë, kemi gjëra serioze, ndoshta në fund të sezonit në Top Arena, Mateo mund të bën edhe një lëvizje më publike, edhe një lëvizje më të veçantë, mund t'i dhuron dashuri të jashtëzakonshme Brikenës dhe mund ta bënë që Brikena të jetë një lidhje e bukur mes rrugës së tij edhe mes dashurisë, emocionit dhe artit. Do me thënë, dy artistë gjithmonë dinë të bëjnë gjëra të bukura, unë i cilësoj si artist, dy artistë gjithmonë dinë të bëjnë gjëra fantastike dhe gjithmonë dinë ta mbajnë publikun bërthyer për ekrani me emocionet e tyre. Shpresoj që gjërat ju shkojnë në këtë formë që janë duke u shkuar, ju uroj të gjitha të mirat, ju uroj vetëm shëndet, sukses dhe shpresoj që Zoti është me to në rrugtime që vërtet janë fantastike dhe janë të bukura për t'i ndjekur. Unë ju uroj të gjitha të mirat Mateos, Brikenës dhe të gjithë fansave, njerëzve të cilët e duan, e admirojnë dhe janë të lidhur shpirtërisht me këtë çift, domethënë një çift që na dhuron vërtet emocione. Vazhdoni të na ndiqni me subscribe për video të radhës.